Partia Republikane festoi 35 vjetorin e themelimit në një pritje me drejtues, antar dhe simpatizant, ku morën pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike dhe kreu i koalicionit opozitar Sali Berisha, si dhe përfaqësues të partive opozitare. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe drejtuesit e Partisë Republikane theksuan se republikanët u krijuan mbi vlerat e djathta, familjen, pronën, lirinë, shtetin e së drejtës dhe patriotizmin, duke nënvizuar se politika nuk është privilegj, por mision dhe shërbim ndaj qytetarëve. Po ashtu u theksua se opozita duhet të bashkohet kundër korrupsionit, krimit dhe regjimit të Edi Ramës, duke kërkuar rikthimin e demokracisë së vërtet dhe vlerave euroatlantike në jetën politike shqiptare. Ata që themeluan këtë parti me në krye Sabri Godon na lanë një porosi të thjeshtë, por dhe një përgjegjësi të madhe. Politika është shërbim me përgjegjësi. Politika është të dëgjosh dhe jo vetëm të flasësh. Politika është të duash njerëzit dhe vendin tënd. Është patriotizëm dhe krenari për kombin tënd, vlerat dhe identitetin e kombit tënd. Shqiptarët na besuan qeverisjen e vendit. Sot ne duhet të kthejmë shqiptarëve qeverinë e tyre. Shqiptarët na besuan demokracinë. Sot ne duhet të kthejmë shqiptarëve demokracinë e vërtetë. Jo demokracinë e frikës. Jo demokracinë e blerjes votës, por demokracinë e votës lirë. Jo demokracinë e karteleve të drogës dhe të korrupsionit, por demokracinë e ligjit dhe të shqiptarëve. Shqiptarët na besuan dhe ne treguam se ndryshimi është i mundur. Kur Shqipëria u bë antare e NATO-s, ajo bë pjesë e botës lirë. Sot detyra jonë është e qartë të rikthejmë vlerat e NATO-s dhe të Europës në një vend që po shkelen çdo ditë nga kartelet e drogës dhe të krimit që sundojnë qeverinë, nga njëri i cili nuk pyet për asnjë gjë, për asnjë interes, Edi Rama. Të rikthejmë jetën politike shqiptare besimin tek ligji, përgjegjësinë tonë individuale për të bërë më të mirën për kombin tonë. Të rikthejmë dinjitetin tonë së pari për të rikthyer dinjitetin shqiptarëve. Të luftojmë për liritë e drejta të qytetarëve, pronën, lirinë, ta mbrojmë familjen, ta mbrojmë kombin shqiptar, ta flasim me zë të fortë, sepse nëse do të lëshojmë familjen shqiptare, ne kemi lëshuar kombin tonë. Berisha vlerësoi figurën e themeluesit të Partisë Republikane, Sabri Godo, dhe theksoi se aleanca me Partinë Republikane ka qenë ndër më të qëndrueshmet në të djathtën shqiptare, veçanërisht në rrugën e Shqipërisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Aleanca, bashkëpunimi midis dy forcave tona politike ka qenë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në të gjithë përpjekjet tona, në të gjitha arritjet tona, në kohrat më të vështira, në sukseset më të mëdha. Sot ne jetojmë në një regjim i cili po të besojmë studiuesve gjenjal, si Antigdoni, është me i keqit gjitha formave të regjimeve. Narkoregjimi apo regjimi bandave. Berisha deklaroi se Shqipëria po përballet me një regjim të krimit dhe drogës, duke theksuar se opozita dhe qytetarët duhet të reagojnë përmes protestës dhe se një qeveri teknike është domosdoshmëri për garantimin e zgjedhjeve të lira.